Ndërkohë, do të rikthehemi siç edhe prezantova në nisje, do të flasim për turizmin, mbi të dhënat sfidat pritshmëritë për 2026. Kam kënaqësinë që të kem për herë të parë në studion e Box to Box profesoreshën Ailita Mani, drejtuese e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financave pranë Universitetit Balili. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, jam nderuar. Kënaqësi që jeni me ne. Po ashtu kam kënaqësinë që të kem në studio mik i përhershëm, duhet thënë, zotin Luan Dervishe, tani më si drejtor i Institutit Shqiptar të Turizmit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Tashmë ka një institut për turizmin. Lajm i mirë ky. Po, mundohemi të vazhdojmë kontributet për zhvillimin e turizmit, duke po domthonë se çfarë i mungon sistemit turizmit dhe nëpërmjet një instituti që promovon dijet e turizmit dhe mbështetjen e konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë të turizmit, kemi mundësi të vazhdojmë kontributet. Mirë, i rikthehemi pak edhe një herë tjetër grafikut të përgatitur nga Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scanintel, për të analizuar pak shifrat. Gati 13% më shumë të ardhura të arkëtuara në 2025 nga turizmi krahasimisht me 2024. Në gjykimin tuaj, kjo është trajektoria, le të themi, e të ardhurave. Shohim që gjatë periudhës pandemisë ka një rënje, ndërkohë që vitet e fundit ka ardhur në rritje niveli të ardhurave. Sa bindse janë këto shifra, zoti Dervishe? Kemi diskutuar edhe në emisionet e tjera, se turizmi është një sistem ekonomik që ka më shumë se sa një indikator për të vlerësuar, dhe indikatorët që vlerësohen aktualisht në Shqipëri, duke u referu në mënyrë së raportimit të institucioneve përgjithëse zyrtare siç është Instati, me kalimin e kohës po krijojnë një distancë më të madhe se sa nga realiteti dhe nuk pasqyrojnë realitetin dhe fatkeqësisht domethënë grafikt është pjesa parë domethënë e iluzionit që mund krijohet nga këto përpunime ndoshta jo të sakta të dhënave për të krijuar domethënë ndoshta një realitet që faktikisht është i ndryshëm. Ne kemi këto dhëna. Çfarë në 2 vite e fundit? Çfarë nuk bind, le të themi, në raporti ndërmjet shpenzimeve për turist në krahasuar apo duke parë me ne qëndrimet? Jo, e para fillojmë te metodologjia që duhet kuptojmë që është krejtësisht e thjesht për tu verifikuar, domthonë paktën nga referencat që e Banka e Shqipërisë. Të ardhurën e turizmit llogariten në bazë të metodologjisë si një shumëzim midis 2 faktorëve. Faktori i parë ka të bëjë me numrin e turistave dhe mesataren e shpenzimit të tyre. Kjo është shifra. Po. Në turizëm kemi 2 statistika zyrtare, të cilat kontradiktojnë pak njëra tjetrën dhe unë jam munduar me shpjegu domthonë kush është situata të paktën nga vlerësimet e ekspertizë midis këtyre 2 shifrave. Shifra parë, domthonë faktikisht ka ardhur koha që ti korrigjojmë në mënyrën e raportimeve nga Instati, sepse domthonë tek Instati kemi kolonën statistika industri turizmit dhe fillohet me numra pasaportash që kalojnë kufirin dhe numri pasaportave me industrinë turistike kanë disa filtra nërmjet. Pra mrritje pasaportash të huaja në kufi 11.7 milion është një numër i cili është shumëzuar me një mesatare për të dalë ajo rezultati që ju thotë 5 milion. Nga ana tjetër, në të njëjtën kategori statistikore që bën Instati është vërtetimi i mrritjeve të turistëve në njësitë akomoduese. Dhe paktën duke i referuar këtyre statistikave për vitin 2025, ne kemi 7 milion net fjetje të turistave të huaj në njësitë akomoduese të raportuar, edhe kjo është zyrtare. Dalim te dhëna mesatarja. Mesatarja e shpenzimeve normalisht Banka e Shqipërisë në vite më përpara, metodologjia që bën edhe Banka po edhe Instati është intervistimi i turistave për shpenzimet mesatare të tyre dhe këtu
gjetë një mesatare midis shpenzimit ditor dhe shpenzimit total të qëndrimit. Faktikisht, tregu turistik ka fillu mu bë gjithë një më kompleks, që do të thotë kemi turistat të Kosovës të cilët gjatë verës mund të vinë me më shumë ditë dhe gjatë fundjavë dhe gjatë vitit mund të vinë me më pak ditë. Kemi emigrantat që faktikisht ato që janë edhe me pasaport nërkombëtare, flas vetëm për këto që janë me pasaport nërkombëtare, mund të akomodohen në shtëpitë e tyre, konsumojnë shërbime turistike, por ndryshon konsumi i tyre me dhe pastaj kemi brenda tregut të vizitorëve nërkombëtar jo shqiptar, kemi ato që vinë me grupe, ato që vinë individual, pra edhe këtu tregu ka disa variabla. Nëse vërejtimi nuk bëhet njësoj siç bën këto mostrat elektorale, pra nëse do ishin intervistu vetëm 1000 vetë në qendër të Tiranës. Metodologji të duhurën për të vlerësuar qoftë fluksin, pra numrin e turistëve, qoftë të ardhurat që na vinë nga turizmi, të ardhurat vjetore? Në metodologjia është një anë. Tjetra, si du që tjetë, qoftë në statistikat, në këto zyrtaret kemi që i referohemi, pavarësisht analizës së thellë që bëhet dhe indikatorëve që përdoren në këtë analizë, fakti është që kemi rritje, që ka ardhur si rezultat si i marketingut, PR-it të bërë në nivel qendror nga qeveria jonë, si nga investimet në të operatorëve turistik apo të vetë investitorëve që janë në fushën e industrisë të turizmit, të cilët kujdesen për imazhin dhe vlerësimet nga platformat e ndryshme, kanë bërë që realisht të kemi një rritje të numrit, pavarësisht të themi të tureve, të individualeve, të fundjavave. Është fakt që Shqipëria po shkon drejt një turizmi jo vetëm të atij veror sezonal, por të një turizmi vjetor të qëndrueshëm, ndonse me shifra më të ulta, por që ka treguar rritje. Është shtrirë në të gjithë muajt e vitit. Ka treguar rritje dhe turizmi vjetor që bazohet në turizmin si atë kulturor, shëndetësor, malor, domethënë të gjitha fetar. Domethënë një nga ato që nuk përmendet është dhe turizmi fetar të monumenteve, të objekteve fetare të gjitha që dhe ai ka një peshë të vetën. Ka një peshë të vetën. Në këtë është fakt që këto janë rritur, por brenda kësaj se sa reale është, hyn pastaj analizat të cilat na mungojnë në detaje se janë indikatorët që duhet të vijen në por mungesa e këtyre dhënave, pra të dhënat janë, por fakti që gjykimi mbi skeptik, mbi këto statistika zyrtare të cilave ne i drejtohemi, ka bazë, pasi ne jemi në atë situatë që pavarësisht se Shqipëria quhet në bumin e madh dhe në vitin e artë të rritjes së turizmit për 2026, faktikisht ky turizëm është shoqëruar me shumë problematika të tjera që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve, po do ndalemi, por duke mbetur tek fakti që janë këto shifra, por sërish ka pikpyetje dhe në jo pak raste nuk konsiderohen apo nuk merren të mirëqëna. Mungesa e tyre, le themi, apo edhe e një metodologjie të saktë, të qartë, na pengon ne që të kemi jo vetëm tablon pra të situatës reale, por edhe të ndërtojmë politika në bazë të treguesve që janë real. Absolutisht po. Absolutisht po, se si temi në thonjza, duke gënjur veten, ti nuk arrin që të shkosh më thellë, të detektosh problemet, dhe pastaj atyre t'u japësh zgjidhje. Dhe të ndërtosh politika që t'jenë të qëndësishme reale. Për shembull, një nga ato ne kemi rritje të ardhurave, kemi rritje të numrit të turistave, të huaj, vendas, apo të atyre ditor të shteteve kufitare, por në të njëjtën kohë kemi një ulje të shpenzimeve të tyre, kemi dhe një ulje të prezencës së turistave cilësor në Shqipëri. Domethënë jo pak raste kanë qenë lajme të turistave byrek dhe vallë, të themi. Me këtë statistikë, del tjetra që është rritë shpenzimi dhe pastaj mund të tregoj pak më vonë. Kjo është anomalia që ne po flasim. Janë kontradiktat në të tëra statistikat që ne paraqisim. Dhe kur nuk i ke reale, ti nuk ndërton dot dhe politika mbështetëse për zhvillimin real të këtij turizmi. Dhe në qoftë se ne nuk evidentojmë realisht problematikat, për shembull, kemi rritje të këtyre që duhet të shoqëroj paralelisht me rritje të produkteve bujësore,
me qënë se turizmi kulinar tek ne është një nga turizmet që realisht tërheq, pasi vetë kuzhina shqiptare, mesdhetare dhe Ballkanit, është të themi për së vërtetës tek ato kuzhina që janë të shishme dhe lënë mbres. Dhe në jo pak raste, unë kam masur dhe turist dhe i pyes përse vini, dhe ata përcjellin gojë pas goje dhe për ushqimet e shishme që janë dhe me çmimet e arsyeshme që janë në Shqipëri, ato tradicionalet. Pra, ky zhvillim nuk është shoqëruar paralel me zhvillimin e bujqësisë, të agropërpunimit, që do të ecnin dhe do të rrisnin. Do ishte një tregues që do të rrisnin. Do rritej si rezultat i rritjes dhe konsumit të këtyre. Faktikisht nuk e kemi këtë rritja, pasi jemi thellësisht importues dhe të këtyre produkteve. Ndërkohë që turizmi kulinar është një nga ato që ty të ka gjithë vjetorin si shtrirje dhe mund të arrisi këtë turizëm gjithë vjetor në Shqipëri, nëse ne realisht do ta përkthenim këtë rritje edhe në politika të tjera mbështetëse ekonomike të sektorëve që janë mbështetës dhe të lidhur në korelacion të drejtë me zhvillimin e turizmit. Pavarësisht atij veror, që ne kujtojmë gjithnjë në sezonet dhe fillimet e sezoneve, pasi ky është dhe bumi më i madh i ardhjeve dhe hyrjedaljeve të turistëve, si ato vendas dhe të huaj. Nga ekspertët ekonomisë edhe fakti që ka një përqendrim gjatë sezonit të verës, në fakt është një aspekt që duhet parë dhe duhet korrigjuar në kuptimin që ato të mos jenë të ardhura, le të themi, të përqendruara në një sezon të caktuara, por të jenë të ardhura të shtrira në kohë, të shtrira për gjatë gjithë vitit. Të bën të jesh skeptike ndaj kësaj, për specifikat që ka patur të paktën në këto 2 vite të fundit turizmi veror i joni, që nuk fillon hershëm, por fillon me vonesë themi nga mesi i korrikut dhe deri në fund të këto gushtit. Specifik vjet ishte si rezultati i klimës dhe të gjitha këtyre që ushtri dhe pak më shumë në shtator si rezultati i klimës së zente kompensoi humbjet e krijuara nga fillimi i hershëm i sezonit të turizmit. Qershori, fillimi i korrikut ishin shqetësues për vetë këtë sektor dhe operatorët që janë në këtë sektor. Tani, si e kanë zgjidhur vendet e tjera këtë për të pasur pra një panoram të qartë të situatës? A ka një kosto, le të themi, për turist të përcaktuar që ne pastaj në bazë të hyrje-daljeve përcaktojmë edhe nivelin e tyre të shpenzimit? Pra, domethënë, referenca që edhe ne jemi të detyruar edhe Instati mundohet nga pikpamja formale të ndjekin metodologjinë e Eurostatit europiane, por domethënë në thellësi, në kompleksitet, në metodologji, domethënë të paktën po flas për turizmin. Nuk është realizuar, në sistemin e turizmit ekziston një sistem i veçantë ose një derivat i sistemit statistikave i specializuar për pjesën e turizmit në nivelin e Europës, Eurostatit, që quhet Tourism Satellite Account ose llogaritë satelitore të turizmit, që do të thotë satelitore do të thotë pra një shtesë ose një detajim i ekonomisë turistike në raport me të gjitha ato analizat e sistemit të turizmit. Dhe këtu ka më shumë parametra që analizohen, sepse analizohet turizmi në gjithë kompleksitetin e vet. Kemi diskutuar herën tjetër që turizmi i vendit edhe është pjesë e turizmit. Nuk llogaritet, akoma nuk i kemi të kuantifikuar qartë domthon pikërisht këto volume. Pra, ai që quhet efekti total i turizmit, me turizmin që është hyrës nga jashtë dhe turizmin dhe turistët e vendit, që kjo është një element të rëndësishëm, pra ti mund të kesh biznese turistike që pa tregun e vendit nuk janë të mjaftueshëm për të ekzistuar në treg. Dhe pastaj zbërthimi i detajuar i të gjithë këtyre komponenteve të performancës të ekonomisë turistike, kur vjen puna tek shpenzimet, por duke e detajuar edhe me këto tregje që ne flasim. Këto shifra që ne kemi janë përgjithësuar dhe thash po t'jap vetëm 4-5 të dhënat kryesore pse janë ndoshta në kundërshtim një me tjetrën. Raportimi zyrtar nga Instati i mërritjeve në kufi për vitin 2025 ka 2 shifra. Shifra 7% e rritjes në krahasim me një vit më përpara, që është ku përfshin edhe tranzitin. Tranziti faktikisht 6.6%. Tranziti nuk duhet llogaritet, unë i referuam vetëm atyre kush ka hy për paktën në nën kategorinë për pushime personale. Kjo është pjesa më kryesore që ne duhet të diskutojmë dhe duhet heket tranziti, domthonë sepse tranziti bën 250 milionë euro gabim te kjo statistikë. Pra 600.000 vet herë 400 euro të llogaritun, kur ato domthonë kanë harxuar vetëm 10 euro në aeroport për të hyrë aeroplanit tjetër. Kjo është pra
4% reale hyrje në kufi. Aeroporti ka një indikacion të trafikut të pasagjerëve ku përfshihen edhe shqiptarët, që për vitin e kalum ka pas një ngadalësim krahasim me vitin e më përparshëm dhe ka shku rreth 10%. Pra, totali shifet i flukseve turistike hyrëse tek 5% që, aeroporti 10%, si masin statit kanë më rritë në njësi akomoduse 15%, si masin statit shfrytëzimi i net të fjetjes janë rritë me 30%, por ekonomia ka më rritë me 15% rritje. Këtu ka anomalinë në gjithë këto. Realja është e tillë, shifra par, pra rritja, të dhënat, edhe nga kryqëzimi i informacioneve. Edhe me gjuhë diplomatike, rritja turizmit, ritmi i rritjes është ullë dhe është ullë deri në ata nivele që mund mos quhet rritje. Pra, nëse ne do merrna me 2% ose 1% a ka kënë sipër ose poshtë, domthonë ne nuk po analizojmë realisht se çfarë po ndodh. Referencat edhe nga industria dhe nga ekonomia që jemi në një rritje, domthonë brenda nga 1 deri në 5% dhe kjo nga 1 deri në 5% nëse unë kam referuar në emisione të tjera që është një mesatare botërore për destinacione që janë në rritje, është e pamjaftueshme. Por nëse do shohim paktën nga pjesa ekonomike trendin. Pra ju gjykoni që rritja në numrin e turistëve apo në nivel të ardhurash? Të dyja bashkë janë. Të dyja bashkë, pra se ke rritjen e numrit të turistëve që shoqërohet me shpenzimet ditore të tyre që plus minus rrotullohet 420 euro në ditë. Ndjetë që të ndërpre në atë. Nuk ka asnjë raport të publikum të vrojtimesh të shpenzimet të turistëve gjatë viteve të fundit. Pra, unë besoj se domthonë çfarë kuptoj është një vlerësimi për afërt në bazë të një vrojtimi që është bërë para disa viteve, që ka zjarë që një turist mesatarisht harxhon qëndron 4 ditë, harxhon mesatari 100 euro në ditë dhe domthonë kosti i turistit llogaritet 400. Pra, ai 400 që domthonë si mohon marsh rritje, si mohon nga vitin vit, mund të ketë shku 420, dhe shumëzu me 11.7 në ka dalë. Kjo nuk është llogari, domthonë sepse bëhet fjalë për ekonomi dhe bëhet fjalë për miliona euro të ndoshta për llogaritur nga gabim. Dhe kjo nuk na jep situatën e saktë. Dhe normalisht, pra domthonë instati për t'ju kthyer domthonë temë së vrojtimeve. E gjithë praktika statistikave europiane që edhe Instati edhe Banka Shqipërisë adapton, është pjesa vrojtimeve. Nëse ne nuk e kemi në pjesë institucionale, domthonë nga pjesë e këtyre institucioneve, ne do shohim me aktorët e tjerë, universitetet dhe të gjithë aktorët e tjerë duhet të zhvillojnë vrojtime për të marrë vesh dhe nuk mund të mbështesim vetëm në një burim dhe vetëm në një të dhënë, domthonë të paplot në lidhje me vrojtimet. Rekomandohet edhe nga ana statistike, domthonë pra nga ana metodologjike që ka Instati, për punën e turistit paktën vrojtimi edhe për sjelljen e turistëve, për shpenzimet e tyre duhet të jetë domthonë po themi 4-5 herë në vit. 4-5 herë në vit, po ti duhet të kesh një ajo që quhet sample vrojtimi, domthonë që mund të jetë me imi turista, kuptohet, kjo ka kosto. Tani kur s'ke buxhet për ta bërë atë vrojtimin, atëherë ulesh në tavolinë dhe bën llogarinë. Mund të hyjë industria e akademive, e universitetit, pasi për të bërë projekte të kësaj natyre duhen armat e tërë, ku në bashkëpunim me universitetet mund të zhvillohen për të bërë, themi, investigimin dhe matjet, se duhen bërë, të themi njësi, në angazhimit e studentëve universiteteve dhe bashkëpunim me ta do t'ishte shumë e mirë për të realizuar këto vrojtime, duke futur dhe 1% të gabueshmërisë, të statistikave, marrësh gabimi të këtyre, gjë që tek to nuk është deklarohet se sa marrësh gabimi ka midis gjithë këtyre statistikave, ne mund të arrinim si që bëhen matjet e popullatës e të gjitha, po në tjetër natyrë do t'ishte kjo. Dhe është një nga kolonat ekonomisë që realisht është investuar në marketing, që të jetë një kolonë e tjerë. U investua në rikualifikimet e qendrave urbane, u investua në rrugë, u investua në marketimin me reklama shumë të bukura, të dhëna gjatë gjithë sezoneve, nëpër media ndërkombëtare, por që po na kthehet në bumerang faktikisht. Ç'do thotë po na kthehet në bumerang? Mbeti e paplotësuar ky investim apo ne na pëlqen ta shikojmë kështu siç duam ne, ti shohim shifrat, situatën? Se dojmë në disa elemente të tjerë. Zhvillimi i kësaj industrie nuk shkon paralel me, të themi, me zhvillimet në formimin e atyre që merren me
cedojmë në shërbim, cedojmë në cilësi, nuk e kemi atë kulturë. Kjo minimalisht, ky zhvillim industrie minimalisht duhet të kishte shkuar paralel me rritjen e kërkesës, meqense unë vi nga akademia dhe unë e shoh dhe një këndvështrim tjetër, duhet të shoqëroj me rritjen e kërkesës për studime në fushën e turizmit. Gjë që është nga më pak të kërkuarat. Pra kemi zhvillimin të një industrie në shifra, në marketing. Që nuk po të rriq sektorët e tjerë. Ajo që pëndos nuk po i të rriq. Se njerëzit i prekin. Atëherë, cili është faktori më kryesor se ai grafik? Është ai grafik, por pra, në turizëm, nëse jena në rregull me këto numrat atëherë, në mos duhet me ndryshu kur gjë, domon. Nuk ekziston besimi që kur e kena bërë turizmin po dihet pse na duhet dije. Të investoj në formimin e vet për të qenë në këtë treg të kësaj industrie. Pra perceptimi në subkonsciencë dhe ajo e prekshmja, të themi në dyshemen e gjerë të popullatës sonë dhe të brezave të rinj apo dhe të tjerë që duan të investojnë në formime për të qenë pjesë e kësaj industrie, nuk kanë besim dhe kjo është një nga arsyet që kanë shumë pak kërkesë për të qenë pjesë e programeve që janë në fushën e turizmit, dhe të menaxhimit të turizmit. Kjo rritje industriale nuk është përkthyer me rritjen e kërkesës të maturantëve për këtë industri, që është diçka e prekshme, ku ai mund të punoj si vetë administrator dhe vetë financues i jetës së vet, punon i pavarur. Dhe ka financimet e vet, apo të futet në fushën e industrisë turizmit. Janë me iluzionin e këtyre shifrave? Jo. Apo janë skeptik të pasigurt sepse nuk e din çfarë rezervon e nesërmja? Jo, janë skeptik pse në subkonsciencën dhe perceptimin e tyre, kjo shifër nuk përkthehet me të realen. Nuk e shohin të materializuar. Nuk e shohin materializuar, nuk e shohin me realen. Dhe sa do t'ja marketosh, t'i thua që është ky boom, Shqipëria po përkthehet në një destinacion turistik, ne hasim vështirësi që ata ta pranojnë si investim të jetës së tyre, qoftë si përmarrës për ditën e nesërme kur të kenë diplomën e tyre. Pra, pavarësisht këtyre, ajo që preke në subkonsciencë, që është në popullatën tonë, duhet të është realja. Sa ta zojnë, menaxhimin betjeve, ushqimet dhe gjithçka. Jo, kjo nuk është nivel perceptimi. Ky është një indikator indirekt, indirekt që tregon një problem shumë të madh në lidhje me rritjen e këtyre shifrave dhe prezantimin e këtyre shifrave. Ky është indirekt, por është problem shumë i madh. Do duhet shiko, ne pam edhe përmes grafikut, por edhe dim që pika e kthesës ka qenë pas pandemisë. Pra Shqipëria ka njohur një rritje të numrit të vizitorëve. Ndoshta bijem dakord, nuk bijem për numrin apo për përqindjen e rritjes. Rritje ka, e pranojmë të tërë. Por ky është fakt që ka një rritje dhe ka një pikë kthese nga 2022. Tani deri para një viti dhe gjys. Pra, nga mesi i 2024 dhe deri tani, trendi i rritjes është ngadalësu shumë dhe nëse do trajtojmë në ato statistika që thash me hek tranzitin, me hek edhe vizitor ditor, pra trendi është zvoglu shumë. Dhe nëse do e marrim, nëse sepse ka analizë grafikut, por nëse ti do e marrësh grafikun nga 2023 dhe deri tani, atëherë ti ke panoramë 30%, 15%, 10%, 5% dhe 2 muajt e fundit e ke minus 2%. A duhet të ulen të analizojmë? Pra ne kemi pas, unë e kam përmend që një ndër problemet e turizmit ka qenë suksesi, po suksesi numrave i pa analizum në 20 vitet e fundit. Pra ne kemi pas një rritje të turizmit që në rol par, vazhdimisht në takon të shpjegoj që në rol par numri absolut, numri më i madh ka qenë tregu pan-shqiptar. Ne nxjerrim emigranta edhe na kthehen si turista. Përmirësohet infrastruktura dhe tregu i parë që ka intensifiku ardhjen ka qenë tregu i Kosovës ose tregu shqiptar i Ballkanit. Tregu i huaj ka qenë me numra të vegjël dhe është rritë edhe ai me trend rritës dyshifror, por absolutja ka qenë e tregu shqiptar. Pra ne ishim nën shfrytëzimin ose nën eksplorimin e tregut ndërkombëtar. Tradicionalisht. Pra ti ke një rritje, ndërkohë që aktorët fillojnë e turizmit me institucione, qoftë edhe me aktorët e industrisë, krijohet perceptimi që nuk ka rëndësi turizmi si me dije, si pa dije do ecin. Dhe kjo është problemi që ne kemi tani për të ndalur dhe për të kuptuar se me këtë lloj modelit ne po flasim, ne pretendojmë se do konkurrojmë në treg global.
sistemi ekonomik në nivele globale, aktorët, institucionet mundohen të menaxhojnë. Pra ne po flasim për efekte globale se si ndodh në një çmim, në një pjesë të rruzullit toksor dhe si ndikon në të gjithë sinxhirt e tregut dhe në krahun tjetër. Pra, në turizëm, nëse ne nuk e konsiderojmë turizmin si sistem ekonomik që ka nevojë mu menaxhu, po gjithë secili çdo që të bëhet, në turizmi ka rritje. Ky ishte perceptimi në vazhdimsi deri tani. Ajo se çfarë ndodhi, jam mundu ta shpjegoj që kanë qenë 4 faktor të veçantë dhe ato 4 faktor nuk përsëriten më, tek rritja e mas pandemi, sepse ishte kombinimi i krijimit kushteve për fluturime low cost. Pra të krahasosh një fluturim kosto biletet me Europën e viteve më përparshme që mund shkojnë të 200-300 euro me 50 euro, është një diferencë shumë e ndjeshme në paketën e përgjithshme. Dëshira e tregut për të lëvizur dhe për të eksploruar destinacione të reja, marketingu në rol par i rrjeteve sociale i atyre vizitorëve ndërkombëtar dhe këtu futen edhe ato influencer dhe këta tjerë, i përfshim atë marketingun me marketingun e përgjithshëm. Plus do shtoja edhe diçka. Por i pa organizuar. I pa organizuar, po. Po tek kjo që u tha, një nga elementet që bëri të ktheheshin syt nga Shqipëria pas pandemisë ishte edhe të themi masat dhe politikat lehtësuese ndaj Covidit në atë kohë në Shqipëri, ishte si zbulimi një oazi ku ata mund ta shfrytëzonin dhe të shijonin turizmin jashtë territoreve të tyre, duke zbuluar një oazë në thonjza që ka ndërthurjen e turizmit malor, det, të gjithçkaje që ti i ke brenda një territori shumë të shkurtër, që është një specifik që nuk e kanë shumë vende. Që nuk e kanë shumë vende. Segmenti me rritjen më të madhe është ky segmenti i atyre që quhen turista masiv dhe sipërfaqësor. Pra të gjithë këto elemente do t'i kapin me koston më të ulët e brenda programi. Dhe kjo ka këtë efektin e këtyre shpenzimeve totale më të kufizuara. Ndërkohë që ne nga i krah fliqim për ose institucionet për turizëm luksi, pra ti pretendon se po bën marketing për këtë kategori dhe të vjen kjo kategoria që nuk e ke kërku ti. Pra kjo do të thotë nëse ti destinacioni nuk është i organizuar, nuk është i menaxhuar për të komunikuar me tregun që nuk është krejt kollaj, të përzgjedhësh segmente, pra është një politikë e tërë, domthonë zhvillim produkti dhe komunikim të harmonizuar për të marrë atë se çfarë ti pretendon ose. Çështja është nëse ka qenë deri më sot rastësore apo produkt i fushatave që janë ndërmarrë kombinuar edhe me disa faktorë të tjerë të jashtëm. Kjo është shembulli. Në një krah flasim për turista luksit, edhe ty të vinë kjo kategoria thash që nuk e ke pas në agent të asnjë aktorit. Pra, agjensitë turistike janë të interesuar për të marrë turizmin e grupit. Ky sektor, le të themi, të mos kënaqemi apo vetë kënaqemi me këto tregues, por të ndërmarrim politikat e duhura në përgjigje duke pasur, le të themi, një vlerësim të qartë të situatës, por duke e parë edhe në raport me zhvillimet. Për shembull, për 2026 nuk duhet injoruar kurse si ajo çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Pra që kushtëzon gjithë sezonin, mbi sfidat dhe ato aspekte që ende nuk janë përmirësuar, por vazhdojnë që t'jenë një njollë, le themi, në të bëri turizëm në Shqipëri, por edhe këtë faktorin apo ndikimin që mund sjellë konfliktin në lindjen e mesme, edhe nëse duhet i përgjigjemi rastësisht apo duhen politika të qarta tani, pra që të aplikohen tani, do të flasim në pjesën e dytë.